أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شبابليم أشت الدفش مسحرة وبعد gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Vetëm atë azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm prej tij falëndim kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë dhe pranojmë se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij. Dhe është vetëm një krijesë që Allahu subhanahu wa taala na boni kusht me nështru kësaj krijese, me ndjeket krijesë hap pas hapi nëse do në mëkon të shpëtuar nesër në ditën e Kiametit. Salavat dhe selamut qofshin mbi këtë njerëz të bekuar alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi gjithë shokët e tij radhiyallahu anhum ardahum dhe mbi të gjithë ata që pasuan dhe pasojnë këtë rrugë deri në Kiamet. Allahu na bëj prej tyre ya Rabbi. Allahumma amin. 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 Pastaj sonte me lejnë Allah subhanahu wa taala dhe të flasim për një temë për cëllën është bon pak a shumë sa ja të shku ditë e të harru nga se është shtrembu shumë kjo temë dhe kur shtrembuan temat zakonisht tana e vërtetë shkën duke u harru me po alhamdulillah për Allahut që Allah ka zbrit Kur'an dhe Allah e runë këtë fej. Dhe tema që do të trajtojmë me lejnë Allah subhanahu wa taala është dispozita e të punuarit si ushtar, polic, gjykac, ndihmtar në çfarë do mënyre I tagutit. Dispozita mi bon ndim tagutave kundra muslimanëve. Edhe kjo është një prej pikave thuajse më kryesore në këtë kohë me fol, për arsye se plot kenat që janë prej ushtarëve, janë prej policëve, janë prej gjykatëve që I falin 5 vakte namazit. Dhe agjerojnë Ramazanin. E bile disa shkojnë në haxh, e bile disa kanë marrë pjesë edhe në përgarat e Kur'anit, duke qenë polic apo ushtar. Ushtar taguta. Dhe këta e kena po me sytë e tënë. Me po, pse bashkëtim për arsye me të regu. Hoptas se kjo është që të shkatëran këtë vepra dhe asë një vepër të minë kom nuk tale. Këta me një fjallë Allah subhanahu wa taala I ka përshkru në Kur'an dhe ka thonë wa idha قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Kur t'ju thuhet këtyne mos bani fesad në tokë, mos prishni njerëzit në tokë. Këta thojnë jo na vetëm jemi duke ndërheq, se si të prish. E këtu kena punë me sqaru këta. Mos bani fesad në tokë, dietarët kanë thonë, çdo sen që është kundra ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, është fesad në tokë, është prishje në tokë, është prishje njerëzimit. Çdo sen që është kundra ligjeve të Allahut subhanahu wa taala është prishje njerëzimit. Këshire vetën se ka je. Dhe nësë nuk kem pik dyshimi se këtë ligjet që janë kundërshtë me ligjet e Allahut subhanahu wa taala janë ligjet të deformume, janë ligje të dështume, janë ligje
që her pas here vetë edhe këta shaj qesin këtë ligje, i nërrojnë, se s'ju pëlqen. S'ju pëlqen, dikojnë as kam i pëlqynë, nesa nërrojnë pushtetore, apet i nërrojnë të qera, e kështu kanë me shku vazhdimisht duke i nërru. Ama ligjit e Allahut nuk nërrojnë kur, nga se i ka zbrit ai i cili është i gjithdijshëm, te bareke ve teala. Dhe kur t'ju thut atyne mos bëni fesad në tokë, na i nim duke thonë që fesadin më të madh kush e bë? Muslimanët. Pse? Pse dojnë shariatin e Allahut. Të kundërtën e kësaj në çka Allah subhanahu wa taala duke thonë Kur'an, Allah po thotë që ju jeni duke bë fesadin në tokë. Edhe ju jeni përgjegjësat kryesor çdo gjakdër dhe padrejtësi që bën sipërfaqen e tokës, ju jeni fajturët, kryesorët, kush tagutat. Ela innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. A nuk janë Allah subhanahu wa taala thotë nuk janë këta në realitet ata që janë fasidun që prishin njerëzimin. Po këta nuk janë të ndjekta hiç që janë të prish njerëzimin. Nuk ju interesan këtyne çështja amanetet që kanë mbi njerëzimin. Ju interesan çështja vetë personale, me arrit çështjet vetat personale, me mush xhepat e tyne, a vritet dikush, a masakrohet dikush, a helmohet dikush, a bon dikush diçka gjakderdhe, nuk e kanë dert. E për këtë mas mirë në shpjegon hadithi i sakt ku e pyetën pejgamberin alayhisalatu wassalam men humul ghuraba. Kush janë ghurabat? Të hujt, kush janë që i bëshujt i dërguar me Allahut? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ata janë alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Ata janë të cilët i ndërheqin njerëzit. Çka i ndërheqin me Kur'an dhe Sunnet, me shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Kur njerëzit prishin, normal që ne s'kena më pajtu kur me ligjet e tagutëve, kur hiç abadan. Allahu na forcoj të na bëj me vdekjen këta, ja Rabbi. Pse? Për arsye se janë ligje kundër ligjet të Allahut subhanahu wa taala. Ose të thonë që ta veç pederizmin si ja përmendsh, kam marrë gërdi. Edhe vetë ndoshta e ka votu. Ama mos harrojmë se tash është një sen tjetër. Këto ligje që i kanë qitë, nuk ka mundësi një kryetar i një shteti, ose një kryeministër, ose një kryetar parlamente, ose këtë deputet me mbledh shkajnë aty, nuk ka mundësi kur ata me shtin këtë ligj në fuqi, me zarë në mesin e një populli ku janë shumicë muslimane. Përpas, kur t'i shfrytëzojnë ndihmëtarët e vetë. Kujdes, përpas, kur të i morin ata çka janë ndihmëtarët e tyne, në radhë të parë, hoxhallarët, e shit, në radhë të parë numër 1, e pa diskutueshme, jashtë hoxhallarë që kanë shit fenë e Allahut, li yashtaru bihi thamanan qalila, dhe për ata për çka e kanë shit për me fitu pak. Pse ka thonë Allahu pak? Ndoshta këti na ipën, këti hoxha ipën me miliona e miliarda. Që shkem dëshmi për disa. Ndoshta ju kanë dhënë me miliona. Vetëm çka mos e shpjega fenë e Allahut subhanahu wa taala ashtu siç është. Folte për namazin se çish e prish namazin e çish e nresh namazin e gjatë ditën, hiç mos zonal të fol. Folte për abdesin që shprishet e çish nreshet, mos zonalisht të fol. Folte për agjerimin e Ramazanit, agjerimin ditën e Ashurës dhe ditën e Dhul-Hijjes, hiç mos zonal të fol për këtu. Pse? Nuk ja shkon atina karrikën, nuk ja dridh karrikën atina, që është në krye atje, atij tagutit. Ama mos fal atë ku dridhet se atë s'kena qef. Edhe këta që kanë detyri dhe që morën vesh fenë e Allah subhanahu wa taala e din shumë mirë se për çka më të fol. E din shumë mirë dhe shumë saktë e din. Pse e kanë shit fenë e Allahut dhe kanë thonë dietar pasha Allahun. Pse ka thonë Allahu li yashtaru bihi thamanan qalila, për një pakisë diçka shumë të vogël se dënjoja, kanë thonë po sikur t'ju jepet këtë dënjoja, apet është pak. Te Allah është pak. Sa është pak? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur të kish pas këtë dënjo vlerë. Ma vetë sa krahu im më shkunjës.
Allahu s'kishte me lon asnjë pabesimtar me jetu në këtë tokë. Që ka çka vlerë këtë dunjë te Allahu. Tash hina hoxhë ndoshta ja kanë dhënë me miliona. Ndoshta i kanë mbledh lloj pallote, lloj veture ku ta diunë çka me çka e ka shit. Mi po në ta dinë se një ditë ka me vdek dhe që kja vdekje kanë thonë dietarët është që njëri në atë moment kur t'i vjen vdekja ka me thonë apena me për një pakic, një diçka kuxhahiç e pas na shit fejnë e Allah subhanahu wa taala, Allahu na ruaj ya Rabbi. Dhe këta fesadin që e bëjnë tokë me këto ligje të tagutav, ndihmëtarët e tyre në radhë të parë janë hoxhallarët. Në radhën e dytë janë ushtria, policia, gjykatësat, derisa dietar kanë thonë derisa dhe ai veç me zamër ndikosh nëse thotë çështë do të më kanë vetë zamër nëse ja nën. Kata ka thonë kë është me ta njëjtë në dispozitën e shariatit të Allahut subhanahu wa taala. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu. O ju besimtar, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara, mos i merrni jehudit dhe krishterët awliya. Mos i merrni për miq. Mos i zini miq as jehudit as krishterët. Ba'duhum awliya o ba'd, nga se ata janë miq të njëri tjetrit. Ata janë miq të njëri tjetrit. Një pjesë shumë e shkurt subhanallah. Dietar çka kanë thonë këtë? Ka thonë është për çudi. Jehudit mallkimi Allah që mbi ta kanë thonë ter e zë për Isën birin e Merimes, alayhi salatu wassalam. Ter e zë fulin. Kur ti këshish kur diet çështja e Islamit, e Kur'an praktikimit të sunetit pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam, apo shariatit me një fjalë, çka bën? Awliya, ba'dhum awliya ba'd, këta janë apet mes njëri tjetrit të Allahu ka dëshmu. Interesant është subhanallah. Edhe se pranojnë këtë pejgamber, që disa prej krishterëve e quajnë Zot ose biri i Zotit, subhanallahu me sifun, i pasur dhe lartësuar mashallah nga kiamet, edhe apet bon bashk. Çata jaudien që folin keq për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. E që po damë bë bashk më. Me kamë po damë bashk për numër, vë diet. Këna marr po damë janë në shtruar, po me ditë. Ashtë për që di se veç feja Allahut Islami, veç Kur'ani ka thonë Allah në Kur'an të amën në Rasul e kem, që Allah ka thonë nuk ka dallim me Isën e pejgamberëve. Çka ketë, s'ka dallim, ketë janë në vi. A keni ndonjëherë të ndonjë hursh të ful keq për Isën alayhi salatu wassalam? Duke pru argument se Allah ka ful keq për Isën, për Musën, për Ibrahimin, për Ismailin, e këtë pejgamber të Allahut 124.000 pejgamber, kur s'keni edhe kur një s'kimeni në Islam të ful keq për dikant të pejgamberëve të Allahut alayhi salam xhamia. Për kundrazi, gjithmonë përmendën alayhi salam, paqja e Allahut që mbi ta, mëshira e Allahut që mbi ta. Gjithmonë. E kjo është një dallim shumë i madh. Tash kur dia çështja me luftu fenë Allahut, ata që janë në luftë me zveti, që tollen me zveti, apo të bëjnë bashk, kundra fejes, se Allah subhanahu wa taala dhe na them elhamdulillah për Allah që e ka lënë kështu. Pse? Po do të më dallu kush është i mirë dhe kush është i keq. Do të më dallu errësira për dritës. Ata janë në errësirë, ullamor këtu, në ta thënë qofën. Aleikum selam wa rahmatullah. E thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, ata janë miq të njëri tjetrit. Çka? Walan tardhanka al-yahuda wala an-nasara hatta tattabi' millatahum. S'kan më nala Muhammed alayhi salatu wasalam duke të luftu ty e jehudit dhe krishterët kur deri sa ti ta ndjeksh fenë e tyre të bosh sigur ata komplet. Mirë po, thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, kush do që ndihman prej juve, qafirat, leta din se edhe aj është të Allahu i njëjtë. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala nuk e udhëzon popullin zullumçar. Sheikh Abdul Qadir Arnautina, Allah pas mëshiroj ya Rabbi, ka qenë prej dietarëve, muhaddithave,
ka qenë shqiptar i Kosovës, kur fol për çështjen e shitjes së fesë, kur tregon për haxhin, vetë këta që sot e kanë shit fen, vetë këta e kanë përkthyer këtë video dhe e kanë qitë këtë video, e keni mundi me pa edhe shqip kur fol Hoxha Abdul Qadir Arnauti, Allah pas mëshiru. Në këtë pjesë thot hoxhallar që janë të përzim me dërzhov do të më konë prezent në haxh. Pse thot ata që janë përzim me dërzhov, thot ai ka shit fen, thot edhe e përmend fjalën e Allah, wa ma yatawallahum minkum fa innahum minhum, kushdo prej juve që ndihmon qafirat edhe ai është sikur se ata kafir. Thot Allah subhanahu wa taala ajetin tjetër, wa ma yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun. Kushdo që ndihmon pa besimtarët kundra besimtarëve, le ta dinë se edhe ai është zullumçar. Le ta dinë se edhe ata janë zullumçar. Njëjtë me ta kime shku. Nuk ka mundësi me i keq. Ibn Abi Hatim transmeton se Omeri radhiyallahu ta'ala anhu urdhëroi një ditë prej ditëve Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum ecma'in. Allah qoftë i kënaqur me ta komplet. I tha, o Abu Musa, hajde tha, bëma raportin çka ke bo me ana kësaj dite. Sa ishte Omeri khalife, kështu ka vepru, për çdo ditë. Pse e ka pas dert me qua amanetin e Allahut në vend. Çka ke bo sot Abu Musa? Çka ke regjistru sot? Da ke regjistru diçka, të hyrna, dolat, çka ke bo, çka ke vepru sot? Pse du të më ditë? Abu Musa al-Ash'ari e ka pas një krishter që ka pas me veti si lloj sekretari diçka. Amo këta Omeri se ka ditë. Edhe çka ndodh, thot po thot sekretari jam thot kallzon këtë. Edhe ja nis sekretari tash i kallzon komplet, çka kanë bë komplet ditën, shënu me gjitha. Omeri i pëlqen oratoria e tij na furt. Thot hajde me neve në xhami, thot se na kanë ardhur do letra prej Shami. E lexoja ummetit. Lexoja ummetit pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam atë letra. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu i thot jo Omer, o khalife musliman thot s'ka mundësi thot se kën xhami son he. Omer i thot pse është gjunub i papastër, çka është kjo? Çka ka që son he çka ngon me xhami? Thot jo thot është krishter. Thot pasha Allah thot goditi Omeri. Së në dëru, Omer ma, radhiyallahu ta'ala anhu arda. Goditi, thot ama boni, thot, largohet, thot, këta këtë piktuit. Thot e largum, thot, ma lexoj fjalën e Allah, subhanahu ta'ala, ja e juha ledhina amanu, o ju të cëndë keni besu, mos e zeni meq të krishterët dhe jehudit, se kush da qeni man qafirave kundra, muslimanët ata janë njëjtë në dispozit kafira. E këshilloj me këtë këshill, me këtë ajet, radhiyallahu anhum ecma'in. Pastaj transmetoi një hadith tjetër, një ngjarje tjetër prej Abdullah ibn Utbas, nuk është hadith, por është ngjarje që ka ndodhur, i cili ka thonë, le të ketë kujdes ndonjëri prej jush ka mundësi bëhet krishter ose jehudi pa vërejtësh. Allahu na ruaj ya Rabbi. As ka thonë i dërguar me Allahut hadith alayhi salatu wassalam se shirku është më i mshef se sa bubrejci, fërkamët e bubrejcit notën e ertë. Tu, që sa larg kanë po këta burrat mëdhaj. Që kanë thonë? Kanë thonë, le të ketë kujdes se ka mundësi donjëri prej juve bëhet jehudi dhe krishter ose vren hiç këta që është bëhet jehudi ose krishter. Thënë të burrat më e thënë, kejve shakem që atë shukt, në ka shku menja që ka për qëllim fjallën e Allahut subhanu ta'ala, o ju besimtar, mos i zeni përmeq jehudit dhe krishtart, edhe mos i ndihmoni jehudit dhe krishtart kundra muslimanëve, se kush da qeni mon ata kundra muslimanëve, është sikur se ata në dispozit është kafir. Allah subhanahu wa ta'ala në ruajt. Dhe këta e kena në tefsirin e Ibn Kathirit rahimahullah. Taghutat mbojnë
në shtypje ummetin e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam, jo me forcën e tyre se s'ka mundësi një njeri me bon shtypje kështu. Nuk ka mundësi një person me bon shtypje mbi 2 milion njerëz. Është diçka edhe as me mend s'mund të shmemor që mund të me bon shtypje. Për çka do të poske? Kë tham më herët që do të më shtin ata far pionat e vet, do të më shtin ata far ndihmtarët e vet, e prej tyre që janë ushtria, policia, janë gjykatësat, janë gjithë ata që ndihmojnë tagutat. Allah na ruaj ya Rabbi. Dhe dietarët kur ka folin për këtë temë kanë thonë se komplet kjo farë ndihmese që i bën për këtyne palëve, Allah na ruaj ya Rabbi. Ta janë nën urdhrat e tyre edhe i zbatojnë urdhrat e tyre në mënyrë shumë të përpikt. Mi po thonë mos të harrojmë se ata janë sikur ushtarët e Firaunit. Sikur se ndihmtarët e Firaunit. Nga se Firauni veç s'ka mujt me shty popullin kur. Sa konë veç si person. Mi po i ka pas ofër veti magjistort. Qysh i kanë morë sët hëgjëllort? I kanë morë hëgjëllort, e dikush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadith, dikush ka sehe me gjuhën e tina, pse të mashtran fort, hoxha po thot amen. I përse s'është ashtu, edhe hoxha do të me pru argumentin. Nëse ful për argument, keq farë hoxha kënë desh i madh, desh i vogël, u dha mori kuft, se nas ja morme. Qysh ta Imam Maliku rahimahullah, për pas pranorit këti vurri, dhe boni me shenjë ka vurri pejgamberit alayhi salatu wasalam. Këti në thaj është morë fjolla, pa menu, kur gjë, ka thoni dërgu me lot, u krya e punë. Thot, neve na mirët fjolla, kur kene argument, dhe na lihet fjolla, kur s'kene argument. Rahimahullah. Ndërsa kanë thonë djetarët, ushtarët, policia, gjykatësat, vëtus e ketë hinë ndihmtarët, e kujna ndihmtarët e zullumçarëve, ndihmtarët e tagutave. Thot Allah subhanahu wa taala për ushtrinë e Firaunit dhe të Hamanit, inna Firauna wa Hamana wa junudahuma, më të vërtet Firauni dhe Hamani edhe ushtritë e tyre. Nuk i kanë do Allah subhanahu wa taala, kanu min al-khati'in, janë kanë për atyre që kanë gabu, kanë rënë gabim. Dikosh mund me thonë, për këto Allah pas ka thonë që ata në konë gabimtor, si ka qujtë Allah kafira. Mos harrojmë se prej gabime më të mëdha është shirku. Prej gabime më të mëdha është shirku. A nuk i tha Allah subhanahu wa taala Musa alayhi salatu wasalam, idhhab ila Firauna fa innahu tagha. Shko te Firauni të reqa vërejtën se ai me të vërtetë ka tepru. Çka tha? Qala ana rabbukumul a'la. Unë jam Zoti ju më i lartë. La ilaha illallah. Nëse këto pretendon diçka me nxjerr diçka për me lejthit fjalën e Allahut subhanahu wa taala, për me ndryshuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala mos me tregu drejt, atëherë dije se jetë të përrejkse dhe Firauni, që është kanë dalë disa prej devijumve, edhe i blisin këshirin me shtinë në xhennet. Edhe i blisin lanetullah alayhi këshirin me shtinë në xhennet. E disa ka shku qaç fell sa që kanë thonë xhehenami dikur ka më mshel këtë, s'ka më met kërkosh do se ka më nxjerr Allahu këtë pi xhehenamit, la ilaha illallah. As prall s'është kjo, se më konë prall lëçk, po s'është as prall, kjo është pifje për Allahun. Te bareke ve teala. Është më rëndësi të ceken dy pika këta. Dhe këto pika do të më mojt në mend se cili person. Janë dy rrugë. Ose kemi konë prej njënës, ose prej tjetrës. E treta nuk ekziston. Dhe grupa e parë, ai i cili i ndjek rrugën e pejgamberëve alayhimus salam, i nënshtrohet urdhrave të Allahut, ligjeve të Allahut, i mbron ligjet e Allahut me çfarë do lloj mënyre. Ky quhet musliman.
quhet besimtar musliman. Dhe grupa e dytë, ai i cili i ndjek rrugën e tagutave dhe i ndihmon ligjet e tagutave me hyp në pushtet dhe me qit në veprim, me çfarë do lloj mënyre që i ndihmon, kë quhet me ta tagut, kë quhet me ta kafir. Zgjadhe prej cilës on një. Sigurisht ai i cili bën bidote nuk quhet ehli sunna. S'ka mundësi më quhet ehli sunna kur bën bidote. Po pse quhet bidatxhi? Për arsye se për shkak bidote tina që i bën, dietarët kanë etiketuar dhe kanë thonë ky është njëri prej atyre që është bidatxhi. Allah subhanahu wa taala na ruaj. Hadithin që transmeton Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ka thonë أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة سبيغمبر عليه الصلاة والسلام مثال كعب بن عجرس كعب بن عجرس رضي الله عنه قال këtë këshill direkt pi pejgamberit Allahut عليه الصلاة والسلام بثوت كعب بن عجرس أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء الله ترويت كعب prej udhëheqësave të këqij. Allahu të rujt për udhëheqësave të këqij. Wa ma imaratu as-sufaha ya Rasul Allah. Dhe Ka'b ibn Ujra i thot, kush janë këta udhëheqësat të këqija o i dërguar me Allahut? Kush është udhëheqës i keq? Cili është ai udhëheqës që është i keq të i dërguar me Allahut? Ndëgjoj këta me vëmendje këtë hadith, i cili është i saktë transmetuar te Imam Ahmedi. Gjithashtu hadithi e ka saksuar Sheikhul Albani, Allah pas mëshiru. Nga në mirë. Qale alayhi salatu wassalam, umara'u yakununa ba'di. Ata janë udhëheqësa që do të vinë pas meje. Janë udhëheqësa që do të vinë pas meje. La yahtaduna bihadi. Nuk do të udhëzojnë njerëzimin me udhëzimin tam. Nuk do të gjykojnë, nuk se udhëzimi pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë Kur'ani dhe Suneti, ka qenë shariati. Nuk do të jenë këta udhëzues me shariat. Jo në udhëzimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Wala yastannuna bi sunnati. Dhe nuk do të jenë këta hiç në praktikimin e sunnetit tam. As nuk thirrin sunnet pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam. Faman saddaqahum bi kadhibihim, kush do që vërteton rranat e tyre. E që në këtë rast janë disa për gjëllave që në shit, disa për gjëllave që në shit, e disa për muslimanve në thujza, se s'kanë bëjnë me islamin ata, edhe pse falen, mi po e kanë shit fejnë Allah, subhanu ta'ala, ata ja vërtetojnë fjallët e tyre në ranat e tyre. Dhe thëtë alayhi salatu wassalam, wa a'anahum ala dhulmihim, ta thënë, i dalin për kundraze dhe i dalin ndim këtyne farë zullumqarve në zullumin e tyne. Fa ulaika laysu minni wa lastu minhum. Dini se ka thonë alayhi salatu wassalam që ta s'janë prej meje dhe unë s'jam prej tyne. A jetë e ditë që ka dhe me thonë kja? A jetë e ditë që dërgumin e Allahut kime posë kundra në ditën e kiametit? A jetë e ditë që kush e ka dërgumin e Allahut ditën e kiametit kundra ka hup, nga se Allah është kundra atij personi. Qysh ta i dërguar me Allahut thunë duan ma sezonit. Nga se kush e thot këtë dua ditën e kiametit, çfarë ka, çfarë problemi? Do të lejohet ndërmjetësimi jam. Për këtë i thot i dërguar me Allahut Zotit o Zot. O Allah, fale filonin. Allah ka me fal filonin më ndër. Se s'ja kthen doon pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam mbrapa, nuk i kthej doën mbrapa. E këtë po thot, ata s'janë prej meje, asune s'janë prej tyne, alayhi salatu wassalam. Wala yariduna ala haudi, edhe këta as nuk i dubile ka thonë alayhi salatu wassalam te lumi. Te cili lum? Është një lum që ka me dhonë i dërguar me Allahut ujë me pi pe atë lume kujna ummetit tina.
Dhe kush të pen këtë lumë, ka thonë pejgamberi alayhis salam, s'ka mu e shtu kur dhe s'ka mu umtu kur më. Allah në mundësau për durve ti me pi, ja Rabbi. Po për me pi për durve tina do të me gra punës, me praktiku sunnetin e pejgamberit alayhis salam. Wa man lam yusaddiqhum bi kadhibihim, dërsa ka thonë ai i cili nuk ja vërteton në ranat e tyne, nuk i mbron ranat e tyne, nuk i ndihmon zullumin e tyne, fa ulaika minni wa ana minhum, ka thonë alayhi salatu wassalam, ata janë prej meje dhe unë jam prej tyne. Allah në bërë për këse grupe, ja Rabbi. Edhe këta janë ata që unë nesra kam i dasht të lumi kur të mvinate. Unë i du këta. Allah në mundësau këtë, ja Rabbi. Ja Ka'b ibn Ujra, o Ka'b ibn Ujra, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun, agjerimi dije se është mboloj për ty. Mboloj është për ty. Çfarë mboloje? Mboloj për zjarrin e xhehenamit. O sadaqatu tutfi al-khati'a. Edhe sadaqaja ti shkym gjunat, ti fshin gjunat. Në transmetim qysh i shkym uji zjarrin. Edhe vazhdon hadithi, was salatu qurbana wa qala burhanun, edhe dije se namazi është për tyje, mburoj është argument nesër ditën e Kiametit, ja Ka'b ibn Ujra, o Ka'b ibn Ujra thot an-nas ghadiyani, dije thot se njerëzit veç dy lloje. Ata që ka thënë më herët, i dërguar me Allahu alayhi wasallam, ka thonë në fund hadithit Ka'b ibn Ujras, ka thonë an-nas ghadiyani, njerëzit janë dy lloje. Cilat lloje ato? Thot ose ai që ka shit veten ka fitu, do të thonë ka shit veten Allahut, ka fitu, ka bë tregti me Allahun, ka praktikuar sunetin pejgamberit Allahut alayhi wasallam, ka fitu, ose ai që ka shit veten ka humb. Ku na ka shit veten? Ja ka shit veten iblisit, tagutave dhe ka humb. Allah në arrujt, ja Rabbi. E gjithë problemi është, do të më këthy pak në fillim, kur gjeni të lashet diçka, e kena pak obligim më këthy mbrapa dhe me këshy se pikajt ka orë që këfar problemi që do në këtë umet. Dhe e gjithë problemi zanafilin e ka, fillimin e ka të hoxhëllart, të cilët të ata që dikur në mëseshin që shduhet dhe mas një kohë e rrotëllun ata, mas një kohë e shitën fejnë e Allah subhanahu wa taala, mas një kohë lajthetën për rrugës Allah dhe pejgamberit tij alayhi salatu wassalam. Dhe na ju thojmë atyne hoptas dhe i thirrmin pendim hoptas. Këshën e vetën ku keni gabu, sa jeni gjallë, se nesra bon të vull. Dhe i përfundojmë fjallën për ta, dhe kja nuk është veç për ta, për normal është për çdo njënin që e nin vetën musliman, dhe që është ushtari i tagutit, që është polici i tagutit, që është gjykatësi i tagutit, që është votues për këta farë tagutat. Le ta dinë se pasha Allah në ketë kanë përgjësin zullumet e tyne para Allah subhanahu wa taala. Për na i thirrmi në pendim, i thirrmi dhe i bëjmë haptas thirrje që këta njerëz le t'i kthehen Allah subhanahu wa taala sa janë gjallë, se vdekjes nuk i dihet. Dhe Allah ka thonë Kur'an, "Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Sa i përket atina që ka zgjedh udhëzimin, mos mendo që e ke rrit pasoninë e Allahut, se rrit pasoninë e Allahut pse ti e merr udhëzimin e Allahut. Po dije se udhëzimi është për tyje. Për ty ka më konë shpëtimtar, Allah në po për ty një Rabbi. Wa man dhalla fa innama yadillu alayha, dhe kushdo që e merr humbjen, dalaletin, le ta dinë se apet Allahut as nuk mundesh me fillu me ja zhduk pasurinë, me ja harxhu, o i shkret. Por ka thonë Allahu, fa innama yadillu alayha, le ta dinë se dalaletin që kë ka zgjedh vetë me durët e veta,
qoftë hoxha që ka shit fen, qoftë ushtori, qoftë polici, qoftë gjikosi, kush do të qoftë ndihmëtarët e tyre, le ta dinë se pasha Allahun, u dalaletin që e ka zgjedh ka më konë nesër në ditën e kiametit kundra tina. Dhe do t'jep llogari dhe përgjësi, wala taziru waziratun wizra ukhra, dhe s'ka mundësi nesër në ditën e kiametit me atë qitë kërkujnë e fojnë me thonë, jëse filonin mërë në qofë, e filonin pas ka mërë në qofë, e halonin ka mërë në qofë. Po thëtë Allah subhanahu wa taala, thëtë se cilë e konë në qofë vetë vetën e vetë. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, ndërsa thëtë Allah subhanahu wa taala, na I kemi dërgu argumentet, Kur'anit ka ardhë, Sunnetit ka ardhë pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, derisa janë të gojmojt, duke u zhvillu. Kur'anit ka ardhë në gjuhën tonë që te kupton, merr lexo dhe udhëzo. Për ndryshe kemi konë prej të humbur, Allah na rujt ya Rabbi, e thot Allah subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adhibin, na asnjë popull se kem dënuar pa e dërgu ka lajmtarin, pa e dërgu ata që javë të rrheq vrejtën. Dhe na kem bë këtë dars me qëllim që t'javë të rrheq me vrejtën prej të parit e të mramtit, pa bë dallim kurrës. Çka? E janë në Islam, po heni në Islam që shka thonë Allah dhe pejgamberi I tij alayhi salatu wasallam, për ndryshe asnjë vepër nuk të pranohet, dush me ditë këtë. Edhe pse I fal për zoktit, edhe pse agjeron, edhe pse shkan hax, ndoshta shkan hax për çdo vjet, pasha Allahun, dije se nëse përzin diçka shirk në zemrën tonë, veprat e tua s'kan më ngritë te Allah, por kanë më të shkatërru. Kështu Allah subhanahu wa taala I tha pejgamberit tij alayhi salatu wassalam, la in ashrakta la yahbatan 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Nëse ti mban mua shirk o Muhammed, kam të shkatërru këtë vepra dhe ki më bon prej të humburve nesër ditën e kiametit. E lusmi Allahun te bareke ve teala të na udhëzoj keve ya Rabbi, ta forcojnë këtë rrugën të cilën ishin këtë pejgamberët e Allahut alayhi wasallam xhamian, dhe ishin njerëzit e sinqertë dhe shahidat. Allah na bën prej tyre ya Rabbi, dhe na rinjalt në ta. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. على داود رب العرش صلى ووفاه الجزى رب قدير.